Ekipi i basketbollit për femra flamurtari po vjen të konfirmojë formën e tij të shkëlqyer dhe në arenën ndërkombëtare, këtë herë në një turne miqësor që po zhvillohet në Herceg-Novi të Malit të Zi. Skuadra vlonjate ka arritur të sigurojë një vend në finale duke treguar se dominimi i saj në kampionatin vendas nuk është as pak rastësi. Në ndeshjen gjysmëfinale, flamurtari zhvilloi një paraqitje mjaft mirë përballë ekipit vendas të Herceg-Novit, duke triumfuar në rezultatin e thellë 105-74. Diferenca prej 31 pikësh pasqyron qartë përsi në parket si në aspektin teknik ashtu edhe në ritmin e lojës. Ekipi vlonjat dominoi në periudhën e parë duke kontrolluar lojën në mbrojtje dhe duke qenë shumë efikase në sulm, çka bëri që avantazhi të thellojë gradualisht deri në fund të ndeshjes. Ky sukses është një tjetër tregues i nivelit të lartë që po shfaq flamurtarin e basketbollit për femra. Përveç rezultateve pozitive në kampionatin shqiptar, skuadra po dëshmon se është e gatshme të konkurrojë denjësisht edhe përballë ekipeve të huaja, duke rritur kështu prestigjin e klubit edhe të basketbollit shqiptar në përgjithësi. Në finalen e turneut që do të luhet këtë shtunë, flamurtari do të përballet me ekipin e njohur malazez të Budućnost. Përballja pritet të jetë shumë më e fortë dhe një provë vërtet për ambiciet e skuadrës vlonjate. Megjithatë, objektivi flamurtarit është i qartë, fitoria në këtë ndeshje dhe trofeu i turneut. Përveç rezultatit, ky turne po shërben si një mundësi shumë e mirë për ekipin vlonjat për të matur forcat edhe me kundërshtar ndërkombëtar, për të fituar eksperiencë dhe për të rritur më tej edhe nivelin e tij konkurrues.